Bilali pas çlirimit Mekës kthehen në Medinë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas pak një vjet e gjys sa i bjen bëhet haxhi lam të mirës dhe vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se Medineja në atë kohë që e kanë bashkruar sahabit është rësu me vdekjen e pejgamberit. Nuk është më ajo Medinë të cilën ata burra e kanë njoft. E nëse e shpreh këto qartë, nuk është më ajo Medinë të cilën e kanë njoft ata sahabi. Vëllezër, mundeni me paramendu. Po jetojnë me pejgamberin, po ecën ato vende me pejgamberin, shpallja po i zbret pejgamberit, çdo gjë që kanë pas problematik ta burra e kanë ngritë tek pejgamberi. Vazhdimisht kanë qenë me ta. Ti kur ti je me ndaj shok të mirë që ki, qoftë në studime, qoftë dikon, kur të largohen e vendohen, beso kur të kalojsh rrugëve që ke kalu me to mërzitesh. E para mendoni këta njerëz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kur ka vdek pejgamberi, shumica e sahabëve janë larguar prej Medinës. Janë larguar për dy arsye. Arsyeja e parë, që s'kan mujt më me nejtë Medinë me paramendu Medinën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe arsyeja e dytë ka qenë për hapja e Islamit në për vendet të tjera. Bilal radiallahu ta'ala anhu, pejgamberi vdes, gjenozja ati ende pa u varros, ngritet edhe thirrë zonën. Kështu ka në transmetime. Kur vjen të fjala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, është mërzit shumë, ka qajt shumë, sa që Medinja ka krejt njerëz të Medinës kanë qajt edhe janë mërzit për këtë. Mirë po, pas i varrosit pejgamberi alayhi salatu wassalam, caktohet khalife i muslimanëve Ebu Bekri. Bilali po sillet, po pështillet, i mërzet. Ka ardhur Ebu Bekri ka thonë: "Ja emir, ja khalifet e Rasulillah." O zavendës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ti që tani po ju prin muslimanëve. Po du thot me ta bën një kërkesë, edhe kisha pas qef mos më refuzu ata. Cila është e kërkesë? Thotë kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë: puna më e mirë të cilën e bën robi është lufta në rrugën e Allahut xhalla wala. Ebu Bekri thotë: çka po don? Thotë: po du me shkua dhe me qëndru me ushtrien muslimane atje në Sham. Ebu Bekri orvatet për me ndal. Mirë po Bilal radiallahu ta'ala anhu po i bashkoj transmetime se janë transmetime të shumta. Bilal thotë: ja emir al-mu'minin, pse më ke liru mu? Thotë: nëse më ke liru mu e për me të shërby ty, thotë: po të shërbej. Ama, nëse më ke liru mu për hir të Allahu xhalla wa ala, thotë: ma le rrugën qil, edhe të hece. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu i thotë: wallahi nuk të kam liru për tjetër vetëm se për hir të Allahut xhalla wa ala. Edhe Bilal jam syn Shamit. Shkon atje në Sham. Edhe atje jeton radiallahu ta'ala anhu. Pas disa kohëve vdes Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Khalife i muslimanëve bëhet kush? Umeri. Edhe Umeri si zakonisht i viziton guvernatorët e tyre, ushtrit e tyre në për shtetet islame, edhe shkon në Sham. Shkon në Sham atje. Në Gjabije takohet me sahabite nderuar prej tyre edhe me Bilalin radiallahu ta'ala anhu. Musliman të atjeshit se Bilali mos ka thirrë zonën asnjëherë. Ka ardhur në transmetime që Bilali nuk ka bo muezin me për kërkon pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk ka qenë më muezin i kërkujt. Se nuk ka mujt me paramenduan ende me thonë ashhadu anna Muhammadan Rasulullah e Muhamedi i vdekur. Kanë kërku prej Omerit musliman në atë kanë thonë: ja emir al-mu'minin, shërbeshte në Bilalin e ta thirrë zonën edhe njëherë. Let ne i kujton ato ditë kur ishëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot: është ngrit Bilal edhe ka thirrë zonën. E ka thirrë zonën. Kur kam rritë e fjala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, krejt kanë qajt.
prej mërzijës që kanë pas për pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.